Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri përmes valeve të televizorit shqiptar në Michigan ACTV, por që sigurisht që do të na ndjekni kudo anë rruzullit ku ka shqiptar në krejt rruzullit toksor. Si zakonisht i përcjellim ngjarjet kombëtare, fetare dhe përkujtimet e ndryshme që nollin në komunitetin tonë shqiptar. Sonte pat me rastin dhe nderim që të vim një natë para festës më të madhe të lindjes së Jezu Krishtit, pra Krishtlindjeve të mëdha. Dhe këtu po kemi rastin që të takojmë shumë bashkëvendas dhe një ndër ta është edhe Koldeda Vuktilaj nga Vërmoshi i Kelmendit legjendar. Koldeda, mirë se u takuame përmes valeve që t'ju themi shqiptarëve një urim për këtë fest më të madhe të njerëzimit që u bën 2025 vjet nga lindja e Jezu Krishtit. Mirë se vini në televizionin ton dhe në ekranin ku shqiptarët do t'ju ndjekin sonte. Mirë se ju gjithë me e kjo ludo Krishti. Nota e kështjellëve në një muftë të tonëve, nota e lumit Jezu Krisht. Unë jam i fshator nga Malësia e Madhe, nga Vërmoshi. Jam i ardhur në Amerikë për shembull tash 5-6 vjet të fëmija e mi. Jam të kisha Shën Palit, edhe jam shumë i kënaqur, shumë i gëzuar që jem të liruar tash me lut fen, me lut Krishtin, me lut Zotin. Jem kanë një kohë të përzekutuar, jem kanë shumë të mërzitur nga ajo kohë që ka kanë. Faleminderit për Zotit e të Krishtit që ne, si më thon, na ka shëruar prej atij rrezimit. Edhe Krishtin i moft, ton shqiptar, ton të njoftit, ton kristianët. Si e njeni vetin, Kol, kur edhe këtu në mërgim, prap o një Shqipni e vogël edhe jashtë atë dheut. Kemi kishat tona, takojme me njëri tjetrin, festojmë, a jeni të lumtur kur e shihni edhe komunitetin shqiptar që feston dhe bashkohet dhe kremton këtë festa. Faleminderit për të madhin Zot, jem shumë bashkuam, është si punë, i thoni pradhës për shembull që prej një venit grumbullura tonë të jetë një vend tjetër. Jem shumë në rregull, me kish, me respekt, me dashnim në Medvetit. Ndazma, në ceremonina drekësore, në shumë gjëra për shembull. Jem shumë të respektuar, faleminderit prej Zotit që na shfiroi prej asaj të vështirë që kena pas në zonë, se s'kem nevojë më thonë emrin se e din shumë mirë shqiptarët e malësuar, sidomos se si ka kanë rrezim. A keni muja atje në njëherë më sheftas me festu këto festat mëdha, Krishtlindjen e Pashkët, apo ndoshta jeni frigualla atje se dikush po ju sheh? Shumë tinzas, shumë fshehtas, ndoshta me në njëri se jo me të ton, jo me ton kojshitës, me në një besu, me një Njoftun, në një që keni besu. Po, në feum, për shembull, në të moshuam se jo. E tash faleminderit për diçkajin. Faleminderit për televizionit, për shembull, su zbimi ja thonë tash ato emrat e këtyre tamam televizor që na ne gjuhën shqipe ma. Ju falënderit edhe juve, unë i moft kjo festë e madhe, 5-6 vjet jeni në Amerikë, shpresojmë që do të keni suksese në jetë, vizitoni sigurisht edhe Shqipërinë, shkoni përsëri e vizitoni Vërmoshin. Ishte një vend i shkëlqyeshëm, kanë edhe vjetë e kom vizitua, Vërmoshi i thoni prek Calit, po shkova dhe ishte një vend shumë i bukur. Dhe shpresojmë që të kaloni mirë me familje, u majtë Zoti me shnete me të mira, ku do jeni. Jeni nderuar, faleminderit shumë për respektin, si malësuar që jemi njoft ka herë për shembull me ty, se kur thonë malësuar, thonë emrin katolik, na duket se kemi edhe më gjallë se si më thoni njerëzit. Kur jemi ton shqiptar, jemi ton njëse shok, por kur i thonë katolik edhe malësuar, na duket se është më i afërt i jonit për shembull. Jeni nderuar, ta prim Zoti marr, shumë faleminderit për respektin. Ishte Koldeda Vuktilaj nga Vërmoshi legjendari Kelmendit, i urojmë festën për shumë vjet, Zoti trujt me familje me koket. Gjithashtu ta prim Zoti marr, faleminderit shumë për respektit. Urime.
këtu drejt për drejt nga kisha Shënpalit, një natë para Krishtlindjes, festës më të madhe që ka njerëzimi. Erdhëm këtu dhe po takoj mjaft mërgjimtar, besimtar, antar të kishës, antar të këshillit, njerëz që kanë punuar dhe punojnë për këtë qendër të madhe. Si që është në anë të majtimin Luiz Roku Dushaj nga Hoti i Malësisë së Madhe dhe në anën djathtë timen Martin Marku, i cili Hoti edhe ky Hoti zakonisht se të dy janë të Hotën, por Martini është nga pjesa tjetër e Shqipërisë, kurse Luigi është nga pjesa në Maltezi. Urime njëherë për Krishtlindjen për shumë vjetë. Kjo dita më e madhe e njerëzimit 2025 vjet mas lindjes së Jezu Krishtit. Çka u thoni shqiptarëve dhe çfarë urimit keni t'ju thoni shqiptarëve me këtë rast? Do veç faleminderes ty edhe ACTV për përkrahjen e kishës Shënpalit çdo herë. Dëshiroj tonat mirat për Krishtlindje, urime për vitin e ri, urime të gjithë shqiptarëve marbotës kudo që janë, edhe shtept, mirësi, butësi, edhe gjithë mirat e Zotit që mundin me kenë për krejt familjet tona, sidomos në për trojet të Gërbetit, edhe në trojet tona atje ku jem na. Martin, e njajta për ju, e njajta pyetje, çfarë mesazhe keni për shqiptarët me rastin e Krishtlindjeve të mëdha? Si këshini, si festoni ju? Ju falenderojmë juve dhe ACTV, edhe gjithë shqiptarëve gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri. Zoti i bekoft gjithë shqiptarë, kudo që janë. Ju as keni pa lind atëherë, sigurisht, në Shqipëri dikur nuk e kanë festuar këto festa. Tani jeni shumë të lumtur që festohen edhe në Shqipëri edhe këtu, apo? 100% për gjithë shqiptarë. Luiz, sa i kënaqur jeni me pjesëmarrjen e komunitetit shqiptar, se këtu flitet se janë mase 100.000 shqiptarë në Michigan, ju keni punuar vazhdimisht për këtë kishë dhe për këtë qendër me gjithë prisat fetar që kanë ardhur këtu deri sot. Dhe jeni njoftur si veprimtar, ju dhe gruaja jote, dhe keni punuar edhe në këshill, dhe punoni në këshill të kishës për të mirat e kishës, për të mirat e komunitetit. A jeni të kënaqur me prezencën e komunitetit, me rinin që kanë filluar me ardhur në kishë, si e shihni ju këtë situatë? Jam shumë i kënaqur, megjithëse na këtu kemi bërë shumë për këtë qendër, si thellet i vet, edhe nuk jem tanushim as i fije, nuk i bjem pishman, na do të vazhdojmë me punua, por tash njëri shkon edhe një mosh atë lypet me ulçull këtu në trive, por jam shumë i kënaqur që edhe rinia kanë interes, edhe vinë, edhe interesohen me bë njëjtën gjë që kemi bërë na para këtu 20-30 vjetëve. Ashtu që jam shumë i kënaqur me krejt komunitetin, ashtu edhe me këta klirik tanë, janë në rregull, janë të munua me hjek rinin e me i pru këto, ashtu që e besoj që kem sukses, edhe kem me pas sukses, edhe këtë qendër do të vazhdojnë edhe do të jetojnë. Fjalë tua në vesh Zotit dhe shpresojmë që edhe gjeneratat që vinë do të akzojnë këtë qendër të mrekullueshme, qendër më të madhe shqiptare jashtë atë dheut. Prandaj edhe me fjalët e tyre duhet t'i falenderojmë dhe nemën të Juvit, Luiz Rokun Dushaj dhe Martin Markun Hotin, të cilët janë prononcues dhe të cilët i lanë fjalët e bukura me lindjen e Jezu Krishtit për këtë fest më të madhe. Urime në emër të tyre dhe gjithë stafit televizorit ton, gëzuar dhe për shumë mot Krishtlindjet e mëdha. Teleshikues të nderuar, gjatë vizitës së suksesshme që pat me sonde një natë para Krishtlindjes në kishën e famshme të Shënpalit të në Detroit, do të japim urimet tona gjithë popullit shqiptar kado që janë. Dhe sigurisht që për në fund e lame atë kryesorin që është, prifti i kësaj familje, i kësaj qendre të mrekullueshme shqiptare, Dom Fred Kalaj, të cilin tani veç të gjithë njihni dhe s'ka nevojë të flasim shumë për të, sepse flet vepra e tij, jeta e tij, dedikimi i tij që i ka dhënë Jezu Krishtit dhe fesë sonë, dhe sigurisht edhe kombit dhe mbar njerëzimit. Prandaj kemi ardhur
që t'ja bajmë një intervistë të shkurtër me rastin e Krishtlindjeve, festës më të madhe të njerëzimit 2025 vite më parë, lindi Jezu Krishti. Bota që atë ditë u da me histori para dhe mbas lindjes së Jezu Krishtit. Ju, si familjitar që jeni, i dhe dedikuar gjithë jetën tuaj për fenë e Jezu Krishtit dhe për kombin tonë. Na thuani diçka për gjithë shqiptarët që do të na ndjekin anën mbar rruzullit toksor e sigurisht edhe për familjen tonë këtu në Detroit. Në radhë parë, faleminderit që po më jep mundësinë, sepse me të vërtetë këta ditë e Krishtlindjeve kisha ka me kanë plot të mushur me njerëz, po nëpërmjet televizorit është muna me shku dhe në shtëpiat e tyne, mi përshnet me gjithë zemër, këta festa o Zot ju gjeqin, tanëve ju, me shnete, me të mira, me gëzime, përparime. Krishti, shalët, do një malë i Zot në linë në zemrat tona, ashtu si ka linë në botë, me linë në zemrat tona, shtëpiat tona, me linë në komunitetin tonë, me linë kishën këtë botën marë, që të muna me përjetu paqen e ti. Tash Krishtlindja është një temë jashtëzakonisht e madhe, një temë që ka me të vërtetë për masa teologjike, historike, po e rëndësishme është që me pas parasysh, sepse Zoti vetë mërë trupin e njërit për marrë, për me na pështune, me na zjerë për mkatit original, për asaj, kjo se mune me thënë asaj sketerët që mkati Adamit e Evës e që i kretë njërzimin. Nuk mujtë të njëri në botë, sa do i meqëm, sa do i mirë me kanë për me mujtë me e kry këtë mision përveç se Zotit vetë. Bilas angjët nuk do t'ishin të mujtën për me ba. Për marë mu sakrifiku, me na falë mkatet, mu sakrifiku që na mu shelbu. Edhe fjala shelbimit është që na me mujtë me jetu si bite bjet e Zotit këtë botë, edhe me gëzu pramshim lumnit qellore. Pra na i kja fest ka një diçat mërkullushme për mrena, sepse fillon bjenat njenjen e linjes Krishtit, si thashin shpirtin tonë, në zemrën tonë. Gjatë këtyne javëve të ardhjes se Krishtit kena pa si Jozefit, historinë e Jozefit, Zojës Bekume, kur ka ardha edhe Gabriel edhe me rallë, Jozefi e pranon misionin, kur Zoja Bekume i thot Jozefit që unë jam shtatzan, a kupton edhe e mërvesht, edhe a i dhi Jozefi dësht me elshu Zojën me ikë, dhe thanë dësht me lanë në shpi, po mu largu, edhe me shku një vend tjetër, nërë që se në kjo fësa i do të bite për para njerëzve, gjykimit njerëzve, aja mujtë mu vërallë me gurë, se nuk a kanë në atë kohë si mas ligjit të kohës. Mi pa i për mas me kirju këtë skandal, menon për mu largu më shetas. Edhe i vjen e edhe nanër, edhe i thot mëre Marin, adin se aja është të zanë për vërtyt shpirtit që aja të ka me le biri i Zotit, që aja ka me kanë Mesia, aja që ka me për shëlbimin. Edhe Jozefi kur qërë për e gjumit e beson këtë, edhe mërë Marijin e banë pra bat pjesë e shëlbimit të marë botës. Edhe Zoti ja beson këtë sekret shën Jozefi. Aje manë, dërja di që rritet Krishti e fillën misioni ti, është në më thanë shumë jashtëzakonisht e rëndësishme qëfar besimit jashtëzakonshëm i ka dhanë Zoti Jozefit për më. Po qa duhet me pas parasysh këtë? Kur Jozefi e pranoj thirrjen e Zotit për me marrë Marin, i krijoi një krizë të vogël në fillim. Se dësht me elshu, ba një planin, po iku, po shkojmë shetas, po bat, pa një krizë e vogël. Kja na difton ne që gjithmonë Zoti, kur do me na përgatit për diqa ma të male, na muna me kalu i moment krizet. Krizet në të kuptimin dyshimit, se si po shkon puna. Edhe atëherë, kjo se na hapim zemrën, edhe me besim plot e pranojmë, atëherë vjen hiri i madh. Na kena ba provë në vetë, në njerëzit, kur kena arë për i Shqipnijet, ka një krizë, e të i lanë vend ku e litë, ku e litë prind, dashnit tanë. Mi po një atë kohë, kur ke këtë krizën, një atë kohë, vjen hiri mrapa, se vimi këtë vend ku kena mujtë me realizu dëshirat e andrët tanë. Edhe ideali i ri, kur martohet. E ka i sej krizët është, nuk ka ma, adim ka familjen, ka mu ba. Me marrë i vendim. Me marrë i vendim. Mi po kur e mërë vendimin, vjen atë bukuria familjes, e fëmis, adin e jetë se më rrallë.
I kja është atë që duhet me shikju Krishtin, pra me pranu Krishtin, me taman ne njerëzve ka me na pru i krizë. Krishti, se për thot me hek dorë për disa punëve, adin mu këthy ka Zoti, me dash një tjetin. Një dedikim. Pra një dedikim. Edhe kjo për gjofë se na hapim zemrën, atëherë ka me hi atë shumë hirë, sa kena me përjetu paqen, kena me përjetu dashnin e ti, kena me përjetu të mirën. Në këtë koncept të shofun Krishtlindjet si duhet me e pa. Dom Fred, është më e rëndësishme lindja e Jezu Krishtit që tani Krishtlindja, apo ringjallja e Jezu Krishtit për Pashkë është ringjallë. Dhe ata janë si sytë e një balli për mua, por ju që jeni ma kompetent, ju lutem shpjegoni pak këtë term. Më pëlqen shumë këtë që e prune, janë si dy sytë, nuk më në du njenin e tjetër, janë të dy bashkë. Një ashtu nuk shkojnë, fejat dhe, si ka kënë, fejat dhe, nuk nana a baba. Adin nuk mund është thënë du babin ma shumë se nanën, adin nana a baba. Janë ta koncepte që i shkojnë vetëm bashkë, nuk mundin. Por, Shenpali, për shemull thot një vend, qoftë se Krishti nuk ka njallë, për i zdekunit, na ju kena marrë në qafi ju. Kisha mi u thanë, mos shani ma kryt, adin vetëm, gëzoni, toni, bani që... Edhe i vetëmi person që ringjallë historit njerëzimit. Pra ne, se ringjallja Krishti ka një fuqi tjashtë zakonshme për ne, sa është edhe ringjallja jonë. Por ba me shikju në aspektin tjetër, ringjallja nuk dy kishte nëllë pa mishnimin. Pa mishnimi a jashtë zakonshme. Për mendimin të më kanë të dyja, pra ne kanë festat më të mëdha. Dom Fred... Se pa Krishtlindje s'kena pash. Jo, dakor, se pa pleske muj me ringjallë. Dom Fred, këtu po shihet edhe pash me kamerat tona gjatë vizitës këtu në 3 orëve, këtu pas ka dhe rini. Vinë me orfyë shumë rini. A jeni të knaqën që janë inkuadru ka shumë rinia me ardhë me u rëfyë, dhe qka paraqet rëfimi? T'ja u tërgojme dhe i herë teleshikuesve ata që nuk e din, qka paraqet rëfimi në Zotin me rastin e këtyne festeve të mëdha? Edhe i herë, edhe këta janë mësimet kisë, rëfimi, këta janë mësimet që vinë direkt për i Krishtit. E shofim në nidhë, për shemull, ku shkoshi që fut për me u pagzu në lumin Jordan, thot, ata rëfeshin mëkatet, edhe ata janë gjënë pagzu si i pagzot ata. Pra, do thana një aspekt jashtë zakonisht shumë i rëndësishëm rëfimi, por si duhet me konceptu. Aja që më banë pëlqen edhe me të vërtet më ka mush me gzim është për rinin që vjen edhe me të vërtet dje edhe sot, për shumë, këna nejtë ka 6 orë, adin të jërfy, edhe jena kanë 4 prifta. Rëndësia e malla është që është rëfimi. Rëfimi këtu nuk ka puna për me kuptu si kur jam të shku mu denu për Zotit për diçka që kam ba. Ashtë mi shku Zotit mi thani, ky jam unë, me i ta dopsina jam, adin edhe kërkoj hirë për e tetë që me marë mas me i fitu ma. Me falë mëkatin. Pa, me falë mëkatin edhe me mlanë hirë mas me e ba. Nuk baj ma. Bravo. Ka shumë njërës që më thojnë mu për shemull, Dom Fred, ma ne pi adin penest fort. I thëmë pakzi, rëfimi nuk ka me denu. Këtu nuk ka punishment. Pra, kur ban rëfimin, adin që jebet, që thonë, ke për me thani rëdzarë, me ba, nuk ka për punishment. Na jena të dlanë një diqa, ose prifti tjep një diqa, që me mujtë me dlanë të mundësin për me hapë zemrën me hiri Zotit. A më këftën edhe mas me e ba ma. Kja është, nuk është po të denoj ty. Sepse në kjofë se ti e ban një të keqe, edhe atëherën e pagun, dënimin të atë i në bderit e në vedit me e bala i herë. Apo jo, ti e ke pagu të është, s'ke nevoj, kurse këtu nuk është punishment. Këtu është vetëm në përmit hirit, pra me ta kujtu që marë. E kam vore që e kuptojnë shumë mirë, shumë tri këto, ka nërfimet mërkullushme. Po, Po, pashanin... Me gjitha ta s'kanë bëm ka të ala, jo, po e prap... kam fjallin, jo, dhe klarinia që janë 30, 20, 40 mijë fjallin, kanë taman e kuptojnë që kanë atë nevojën, e kanë dëshiren se është gzimi i tyne, e kanë vetdijen që është ba gabimi, si thot Shën Pjetre, largoju për me e të zotë se jam katënor, Krishti thot ti hajde. A këtë ne kuptojnë kja është fazë të hapi i pari mërkullushëm. Po dyta kupton që ky sakrament ka i fuqi të mrekullueshme për me të pastruar
edhe mja fillu për fillim. Dom Fred, ju vini, keni jetu në komunizëm dhe e keni pasi andër atë që ju keni realizua dhe vetë Zoti ju ka drejtua që të baheni prift dhe të drejtoni popullin shqiptar dhe familjen, na ka pru Zoti që keni jarë në familjen tonë. Si e shifni në Shqipëri, ku me qindra kisha, me shtar, i peshk, edhe ata festojnë sonte atje këtë natë të madhe të mrekullueshme prej një humnere komunizmit, erdhëm tani dhe u gjam dhe po lullzon feja dhe po lullzon në barë komi shqiptar. Dashnia për Zotin në zemrën, në shpirtin, në çdo qëllis trupit njëri. Aja vetëm një aja nuk mundet mu shgull kur. E lindur. Ashtë e lindur e amren, në çdo qëllis, a pjesë për base e jetës tonë. Aja është përmenimin tem, se nuk do na me hi, a do të thellë, është 1 milion herë, me miliarda herë ma fështirë me thanë që Zoti s'ashtë, me arrim konkluzionin që s'ashtë, se sa me thanë ashtë. Ti vetëm me pa botën, me pa krimin, me pa gjithë qa, me pa kanë gjanat të jasë zakonishme, nuk ashtë. Problemi a që Zoti ashtë pa tjetër, në jena pjesë e jetës ti, a i pjesë e jetës tonë, me mujtë me njoftë, sa ma mirë që me kanë harmonijin dashnimet e Krishti ashtë ai që në ka diftu rrugën, si njifet Zoti, si muna me ecë drejt Zotit, si muna me kanë një me Zotit. Pra në i Krishtlinja ka atë të rëndësishme, se në Krishtlinjë na besojmë që Zoti erdhi. Atë janë ma vonë, ka marrë dhe periudet që Zoti që faqet botës, që është Epifania, me tërmëritnët. Atë janë vjen puna që na fillojmë me të i pas për shtypin, për të i pas me pra koshjencës tonë, edhe vetë dijes tonë, Krishtin, edhe mësimet e tia, fillojmë me vurë re të këqijat tona. Edhe fillon ai momenti tjetër që mu pastru për mkateve. Pra që na i thëmë kreshmet. Atë janë masi përstona për i kash, na bana 3, jena një krijesë e re në Krishtin, e këta në pashkt. Atë janë vjen një moment që masi jena ba krijesë e re në Krishtin, në me ka një me Zotin, edhe është Pentakost, që vjen shpirti shajt, hine ne në bahna një. Kjo a një cikl që kisha përsërit për çdo vjet mërë të përsosën, sepse në rritna shkallë, mi shkallë, fillojnë me u rritë fejnë paqë e ndashni. Çfarë do me thanje, si pyetje fundit, ka gjithë ky lullzim që a ba, gjithë këto riparimet bukura, gjithë këto antarësimet famillisë, njerëzit kanë pru, bjen gjanë, alteri ishte dekoru, këtu për para, këto gjitha i bankisha me besimtara, po ka edhe njerëz të vullnetit mirë që një mojnë e kontribojnë. Pa, tjetër, janë tanë banë me vullnetin e mirë njerëzve. Ashmota Gabriel, që i drejton, do thane aja ka të planën, po tanë e banë njerëzit që për shemull, ka në ardhë porositu në prej Floridit, është në Volaj, dhe që i ka porosit lullet, vinë gjithmonë ata lullet e pashkve dhe lullet e Krishtlindjeve. I banë atë edhe banë shumë shtetë, me thanë drejten, se s'po du mja përmenë, se nuk ka qefaj me ba vetëm selorat. Por tana kja, kur gjatë jetë vetë të bashprejhe, gzimit që kena në në Gzimit që ka linjës. Gzimit botës. Në përfundim, se Dom Fredin e nëzurme dhe nga puna, nga detyra, është njerëz të prit me u refye, gjithë popullit shqiptar, mesazhi juaj për mbar shqiptar që do të ndihemi gjithku dhe do të ndiqemi në krejt rruzullin ku ka shqiptar. Urimi juaj i këtij rasti të mrekullueshëm të lindjes Jezu Krishtit, pra të Krishtlindjeve të mëdha. Në radhë parë i lutem Zotit që Krishti me lejnë zemrat tona, si e thash edhe parë. Se në të vërtet festojmë sot datinin e Krishtit historikisht. Po mërë datë Krishti lejnë edhe në zemrat tona për çdo moment. Me hapë zemrën që me hiri ti ne, me na transformu, e me na bashkë të si e na të vërtet, qysh për i fillimit menën e Zotit, bit e bijat e ti. Ne jena bit e bijat e Zotit. Ne jena mirë njohë, se jena krenarë, kjo se mune me thanë për prind, po duhet me kanë me dignitet, mush me dignitet që jena bit e bijat e Zotit, ma shumë se gjithë qa. Sa do të mirë që dhe kena pas prind, ne jena bit e bijat e Zotit, në përmjet Krishtit. Për i Krishtit jena në bit e bijat e Zotit. Pra na edhe i lutem Zotit që në ta ditë mlaja, Krishti me kanë zemrat e tanë ne shqiptarëve, tanë botës, çdo njerit në botë. Me kanë me atë hire, me atë pushtet, me atë fuqi, me atë mirësi e dashni që me na transformu
edhe me na ba tamam ashtu, si kena kanë planin e Zotit qysh për fillimin. E ketë munda me shprej mënyrën e parë për dashnin për Zotin e për njëni tjetrin. Me dash Zotin njëni tjetrin. Atëherë kjo se ka më mujtë kja mu realizu, kena më përjetu paqen që e përmend Papa Leoni i 14 e përmend shumë që thot paqa. Paqa vjen vetëm nëpërmjet mësimeve të Krishtit. Kjo se nuk e njohim Krishtin, nuk e njohim paqen, e s'kena me përjetu kur paqen e Krishtit. Por pra ne i ketë, me pas paq, është gjaja ma mrekullueshme në botë, edhe vjen vetëm për mësimeve të Krishtit. Me këto fjalë të shejta nga i shejti, famulitari jonë, i kishës Shënpalit, ne do të dahemi sonte për ju dhe për jush, por gjithmonë me ju, televizioni komunitetit shqiptar, ACTV, pra në qendër shqiptare, ne do t'jemi gjithmonë, sepse këtu është komuniteti ma i madh, këtu është bukuria, këtu është qendra ma e madhe shqiptare jashtë atë dheut. Dhe kemi sigurisht edhe priftin ton, me ndihmësit e tij, me motrat, me gjithë këshillin dhe me komunitetin shqiptar. Prandaj edhe një herë në emër të kësaj qendre, në emër të famulitarit ton të shkëlqyeshëm që e kemi edhe jurojmë shëndet dhe punë të mara që të kemi me zveti edhe me dekadat e tjera. Urime Krishtlindjet e mla, lindja Jezu Krishtit, kjo është ngjarja më e madhe e historisë njerëzimit. Miru takoshim në emisione tjera. Falënderit për mendjen tuaj. Për shumë vjetë, me zemër të Urime, për shumë vjetë. Gëzuar.